Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4, një bisedë e drejt për drejt mes Labinot Regjës dhe Limit ka tërhequr vëmendje, pasi u prek tema e hyrjes së tij në BBVK dhe njohja me Bia Khalifën. Gjatë diskutimit, Labinoti e pyeti Limin për rrethanat e këtij takimi, ndërsa banori vendosi të rrëfej publikisht një histori nga e kaluara, duke insistuar se nuk po bën lojë me askën. Çdo gjë është real, s'kam kohë me bë lojë me askën. A di si e kam njohur Bian, ishim te puna dhe ishim me shok dhe pim mu bëm taf. Ka 4 e 5 vjet. Dhe ikën krejt në shtëpia, u shpreh ai. Më tej, Limi tregoi se pas largimit nga puna, rruga e tij kishte marrë një kthes të papritur. Dhe u nisa për të shtëpia, por u ndala në strip club. Edhe hy në Instagram, tu pa këtu shoh Bia Khalifa që më ka bërë follow. Kur shoh direkt po më shkruan. Dhe erdhi në klub dhe vazhdova party. Në këtë moment, në bisedë ndërhyri edhe Benita, e cila e komentoi situatën me një vërejtje të prerë. Mos e ngatëroni të dashur me një nadhë. S'është i dashur kur je një nadhë, ndërkohë, sipas asaj që u la të kuptohet në shtëpi, Limi tani po e orienton vëmendjen drejt një tjetër banoreje, Dolces, duke lënë pas diskutimin për Bian.